Dhe ajo çfarë është pjesa më dramatike, duke folur për NATO 3.0 apo çfarë do ta quani, është që fragmentarizimi burokratik dobëson reagimin, çka më tej na çon në një tjetër pikë që meriton së paku vëmendje e diskutim, e cila është se legitimiteti politik minohet nga kërkimi për fuqi ushtarake, apo jo. Të gjitha këto gjëra më shqetësojnë për atë se ku po shkon Europa, pra në vend që të fajsojmë, të rekemi të rivlerësojmë pozicionin ton, duke drejtuar gishtin drejt Shtetet Bashkuara të Amerikës apo presidentit Trump. Na duhet të bëjmë një vlerësim të mirëfill, të përpiqemi të kuptojmë se konteksti sigurisht që ka ndryshuar, por cila do të jetë përgjigjja reale. Nuk mendoj se përgjigjja reale duhet jetë vetëm që të hidhemi në mbi shpenzime dhe të mos trajtojmë problemet strukturore që kemi, sepse jemi shumë vende, së bashku jemi një ekonomi e madhe, po kur vjen fjala pastaj tek e gjithë mënyra me të cilën duhet të veprojmë dhe të harmonizohemi, nuk jemi më ashtu siç dukemi kur shihemi si një shumë aritmetike e PBB-ve tona. Do ta mbyll për habin tuaj me një pyetje që mendoj Europa duhet ja bëj vetes. Sa mund të shpenzoj një civilizim për të siguruar vetveten pa dobësuar themelet që e bëjnë t'ja vlej të sigurohet,